Profesori i së drejtës nga Universiteti Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, James Lofton, ishte i ftuar në Fakultetin Juridik të Universitetit Luigjë Gurakuqi në Shkodër për të mbajtur një leksion të hapur me studentët. Dekania e Fakultetit Juridik, Irma Baraku, tha se ftesat të tilla janë pjesë e praktikës së përhershme të punës në këtë fakultet. Përqendrohet tek këta elemente të rëndësishme që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës, me çështje që kanë të bëjnë me parimet e pluralizmit, me mbrojtjen e drejtave të njerëzit, të tjera të cilat janë pjesë apo element të një shteti demokratik dhe atij që sot e quajmë shteti i së drejtës. Pra jo vetëm një shtet që bazohet te ligji, por shtet që ka në qendër respektimin e drejtave të njerëzit. Në bazë të temës së zgjedhur për këtë leksion të hapur, Demokracia dhe shteti i së drejtës, profesori Lofton bëri fillimisht një përshkrim të shkurtër të historikut të shtetit të së drejtës në SBA dhe rëndësinë që jepet zbatimit të ligjit në këtë vend. Më pas ai u ndal tek legjislacioni shqiptar, si njohës i mirë i këtij procesi pasi ka asistuar ecurinë e reformës në drejtësi, Lofton u shpreh. Kam patur kënaqësinë të jem pjesë e reformës në Shqipëri. Kishte një komision për zhvillimin e një plani kombëtar veprimi dhe qëllimi i qeverisë shqiptare ishte të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030, që do të thotë pas 5 vitesh. Ka shumë punë për të bërë, por e rëndësishme është që puna ka nisur. Tani është koha të përqendrohemi në këtë pjesë. Leximi i raportit vjetor të Bashkimit Evropian është i rëndësishëm për të kuptuar nëse ligjet janë në përputhje me kërkesat e BE-s, por mendoj se problemi është zbatimi i ligjit në vendin tuaj. Kjo mendoj se mund të ngadalësojë procesin, pasi për habi, ligjet këtu janë më urdhëruese dhe shumë më gjithëpërfshirëse se ligjet dhe rregulloret e dispozitave në SBA.